Ka kohë që emri në ish kryetarit të Lipjanit e përcjell një lloj aktualiteti. Se pari paraqitjet e tij publike me kërkesën për prishjen e koalicionit që qeverisë në shtetin dhe së fundi dy ngjarje që lidhin drejt për drejt me të. Një akt akuzë ngritur ndaj tij nga prokuroria speciale dhe së fundmi nominimi që i bëri Dega e PDK-s në Lipjan si kandidat të saj për kryetar në zgjedhjet komunale. Për këto dhe shumë tjera të ftuar e kemi deputetin zotri Shukri Vuja. Zotri Vuja, mirë se erdhën në intervistën e gazetës Lipjana Press. Ditë më parë, kryesia Degës së PDK-s në Lipjan ju nominoi si kandidat të vetëm të këtij subjekti në garën për kryetar komune. Me këtë u vërtetua si jeni autoritet i pakontestueshëm brenda subjektit tuaj, si dhe kandidati më serioz, me të cilin kjo parti mund të garoj. Mund të thuhet se nominimi ndodhi më herët se që ndodhi rëndom. A mund të na thoni pse kjo nguti për të pasur të nominuarin? Nuk është një nguti, është një procedurë e rregullt. Unë jam munduar që ta neglizhoj çështjen e emrit për kandidat për kryetar, duke u thirrë në aspektin statutar dhe programor të Partisë Demokratike, i cili e thotë se kryetarin e partisë, kandidatin për kryetar të komunës nga Partia Demokratike e propozon kryetari i Partisë Demokratike dhe vendos Këshilli Drejtues në konsultim me Degë. Duke nis nga ky parim gjithmonë kam kërkuar nga kryesia që të mos mirën me emra, mos lakojnë emra, po të punojmë që kandidati i Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike të zgjedhë. Erdhi një moment kur kryetari i Partisë Demokratike zoti Veseli ishte prezent në Lipjan dhe në përgjigjen rreth kandidimeve të mundshme e qartësoi pozicionin e tij, kërkoi që degët të cilët vendosin për kandidatin me konsenzus të nuk do të kontestohen, po ato që do t'i quajnë dy e më shumë emra do të vendos kryetari me Këshillin Drejtues për kandidat. Në këtë prononcim ti, në këtë qëndrim ti, Dega e hapi çështjen e kandidimeve për kryetar komune dhe vendosi me unanimitet plot përjashtu kryetarin e Degës, i cili në këtë raston isha shumë kundër dhe ju kam drejtuar edhe kryesisë me letër atë ditë që të mos lakohet emri im, sepse dëshira, vullneti im nuk është për të kandiduar, për shumë arsye që janë familjare, personale dhe pretendimet mia tjera nga ajo për kryetar komunë. Nëse Këshilli Qendror i partisë e aprovon kandidaturën tuaj, a mendoni të hyni garës i vetëm, apo mund të pritet një koalicion i mundshëm me AAK-n konkretisht me Fitil Selimi? Po fillimisht duhet të qartësohet çështja e kandidimit, sepse është kompetencë e kryetarit të Këshillit Drejtues të partisë dhe besoj që shumë shpejt për shkak se është vlerësuar që në zgjedhjet e kaluara dhe zgjedhjet tjera që kemi bërë nominimi i një kandidati për kryetar komunë në gjithë Kosovën nga Partia Demokratike është bërë me vonesa të shumta dhe ka shkaktuar pasojë. Tani do të jetë besoj me kohë nominimi nga Këshilli Drejtues dhe kryetari i partisë sigurisht që do të ndodhë shumë shpejt. A do të jetë Shukri Vuja apo jo, kjo do të mbahet nga vlerësimet që do të bëjë kryetari dhe Këshilli Drejtues, po Dega ka vlerësuar në formë të tillë dhe me unanimitet plot ka quajtur emrin tim. Rreth çështjeve të koalicioneve ne nuk kemi punuar drejtim të koalicioneve, po kemi marrë takime të përbashkëta me subjektet politike. Qëndrimet tona politike dihet që janë më të paraforta me Aleancën dhe me Nismën dhe shpresojmë në marrëveshje parazgjedhore, po pse jo edhe pasgjedhore. Me apo pa koalicion me AAK-n? Cilat janë gjasat e Shukri Vujës për të rikthyer me votë në postin e kryetarit të komunës? Gjasat janë shumë të mëdha për shumë arsye. E para që Shukri Vuja në zgjedhjet e kaluara ka fituar zgjedhjet. Rundi i parë është ai i cili e tregon forcën e një personaliteti. Në garën për kryetar komune në zgjedhjet e kaluara rundin e parë kam qenë në diferencë dhe kam qenë kandidati i parë me votë. Pastaj pazaret politike që janë të rregulluar me ligj në Kosovë bojnë që të ndryshojnë rezultatet. Edhe në Lipjan ka ndodhur që me pazare politike pa vija programore, pa interesa për qytetarët janë lidh koalicione dhe ka ndodhur ajo që ndodhi që ne po e quajmë ndodhi aksidentale humbja në Lipjan
e kandidatit për kryetar dhe realisht ne kemi qasë shumë atë mos sa subjekti tjetër e cili edhe herën e kalume edhe në për asamble i ka pas votat shumë më pak se sa Partia Demokratike dhe vetë puna e dobët e kryetarit të tashëm mos konsolidimi sa duhet sepse një koalicion jo i rregullt ka bërë që ai mos mund të punojë ashtu si duhet dhe shkeljet e shumta që në komunë, po ashtu mos investimet e mjaftueshme për të mirën e qytetarëve, kjo bën që shumë më shumë përparësi të ketë kandidati i cili nominohet nga Partia Demokratike, në këtë rast nëse do të jetë mund normalisht që duhet të mendoj mirë rreth konsolidimit të punëve që duhet bëj edhe me parti tjetër. Ko më parë prokuroria speciale ngriti akt akuzë ndaj jush dhe ndaj 8 zyrtarëve tjerë komunal, me dyshimin se kundërligjshëm nxorët vendime për shpërndësimin e me pas të tërsimin e pronave publike dhe të ndërmarrjeve shoqërore, që janë në menaxhimin e AKP-s. Komenti i juaj për këtë akt akuzë ishte se Shukri Buja është ka i pengon dikujt politikisht. Mbështetur në këtë deklarim tuaj, a mund të na thoni se cila sipas jush mund të jetë adresa që dëshiron eliminimin tuaj politik? Por fillimisht dihet në qytetin e Lipianit, komunën e Lipjanit se friga nga në zgjedhje nuk ka ekzistuar për emra të tjerë nga LDK-ja, po e vetmja frikë në LDK është se mos po kandidon Shukri Buja. Dhe normalisht për të penguar kandidimin tim edhe janë bërë veprime që kanë gjatë 16 ditë hetimet e udhëhequra nga zoti Sefer Tasholli, një zyrtar komunal jashtëligjor, në kryetari komunit për komunitete jashtëligjor dhe së fundmi, sipas informacioneve, 2 ditë para se të skadoj afati ligjor i ngritjes së akt akuzës për shkak të vjetërsisë së lëndës, Sefer Tasholli vrapon tërë ditën 2 ditë rresht vrapon katastër dhe gjeodezi për të mujt me kompletu dokumentacionin për ngritjen e akt akuzës, qoftë edhe një akt akuzë çfarë është që është shumë kontestuese. Nuk ndodhi ngritja e akt akuzës për vite të tëra, ndodhi ngritja e akt akuzës pikërisht në momentet kur filloi fushata për zgjedhjet lokale dhe në veçanti filloi fushata kundër Shukri Bujës pas qëndrimit të tij në Kuvendin e Kosovës për prishjen e koalicionit, pastaj qëndrimi për murin në Mitrovic, për ushtrinë e Kosovës, për çështjet të ndarjes së Mitrovicës e çështje të tjera, dhe kjo lën me kuptu se ka indikacione politike. Po unë shpresoj, sepse jam njeri institucional, unë shpresoj në organet e drejtësisë dhe besoj shumë shpejt të tregohet pafajësia nga kjo akt akuzë. Çka ka shtyr zotin Seferi me që u adresu tek ai? Çka ka shtyr zotin Seferi që ti ndërmarr këto hapa bashkëpara zgjedhjeve? Është një njeri që 16 ditë që me ardhen në komunë ka shiquar gjitha shkresat, kanë bërë ekipet të tona për hetime në komunë, që nuk janë kompetencë e tyre, po janë munduar të gjejnë gabime në shkresa në mënyrë që të mund të ngritet ndonjë akt akuzë, normalisht që është një subjekt politik i cili e vlerëson rrezikshmërinë nga i vije dhe sigurisht e kanë vlerësuar rrezikshmërinë se e kanë nga PDK dhe Shukri Buja dhe e kanë iniciuar. Por nuk është vetëm kjo, janë edhe pjesa tjetër e inkorporuar në kuadër të qeverisë dhe të shtetit Kosovës, që janë pjesë e LDK-s. Unë nuk kam dëshirë të besoj që dikush edhe nga PDK-ja t'ja ketë bërë me sy. Megjithatë, nominimin që u bëri dega që ju e drejtoni dhe tashmë kur ka një akt akuzë të ngritur kundër jush, a besoni se Këshilli Qendror i Partisë do të pajtohet me kandidaturën tuaj? Kur dihen zotimet publike të kryetarit të PDK-s Kadri Veseli dhe së fundmi edhe të presidentit Thaçi, se asnjëri nga ata që janë nën akuzë për shpërdorime nuk mund të kandidohen. Po siç është qëndrimi që ata që janë nën akuzë dhe cilët janë nën hetime të mos kandidohen, është edhe qëndrimi tjetër askush mbi ligjin. Me që janë dy qëndrime që janë kundër njëra tjetrës, ligjet për momentin në Kosovë dhe kushtetuta e Kosovës nuk lejon as kodetik i cili është në kundërshtim me kushtetutën. Neni 31 i kushtetutës, paragrafi 5, është shumë i qartë rreth hetimeve dhe akuzave,
se ku thekson shumë qartë se një akuzuar nuk mund të jetë fajtur deri në verdiktin e një gjykate e cila është kompetente sipas ligjit. Thotë në këtë rast nuk mund të quhen fajtor pse më është ngritur një akt akuzë. Apo një person pse është në hetime të jetë fajtor. Është konventa e Zhenevës që e ndalon një çështje të tillë për të akuzuar, sepse nuk janë të akuzuarit fajtor derisa të vërtetohet fajësia. Pastaj janë ligjet për shërbyesit publik, është ligji për funksionarët shtetëror apo funksionarët publik, i cili është shumë i qartë, nuk mund të ushtrojë funksionin e personi publik apo autoriteti publik vetëm në rastin kur i mban 6 muaj e 1 ditë burg, po jo në raste tjera. Do të janë shumë ligje dhe me që është edhe prononcime askush mbi ligjin, atëherë as presidenti, as kryetari i partisë, as këshilli drejtues nuk mund të dalin mbi ligjin, por duhet të respektojnë ligjin. Nëse ligjet më ndalojnë kandidimin, atëherë unë vetë nuk do të pranoj të kandidohesh apo madje nuk do të pranoj as këshilli drejtues në kryesi. Nëse ligjet e japin ndryshe, atëherë është çështja krejt ndryshe. Rreth çështjeve të akuzave dhe hetimeve, po që se zbatohet një kod i tillë etik, atëherë ku do të mbeten kandidimet e vetëvendosjes, ku do të mbeten kandidimet e aleancës, ku do të mbesin kandidimet e nismes, ku do të mbesin kandidimet e shumë njerëzve tepër me vlera dhe shumë kombëtar dhe shumë i bindur që nuk kanë të bëjnë me shkelje ligjore, siç janë Sokol Bashota është nën akuzë, është Adem Grabosi nën akuzë, Zenon Pajaziti nën akuzë, apo nën hetime. Janë shumë personalitete, po janë edhe shumë personalitete të vetë LDK-s. Po flas për Lipjanin, është në akuzë dhe po zhvillohet gjykimi edhe kundër Naser Osman. Realisht zbatimi i kësaj kundërligjshëm do të jetë i dëmshëm për Kosovën, po është një vullnet i mirë i kryetarit të partisë, është një vullnet i mirë i presidentit të shtetit, i cili besoj do të marrë rrugën ligjore dhe kushtetutare që të ndryshohen ligjet dhe të ndryshojë kushtetuta nëse mund të ndryshojë për të mujtë me zbatu dekriminalizimin e politikës siç po quhet. Edhe pse pa një vendim gjykate, që do ta dëshmonte fajësinë apo pafajësinë tuaj. Supozojmë se për shkak se jeni nën akuzë, kandidatura juaj nuk do të kalojë në Këshill Qendror, për shkak të deklarimeve të kryetarit Veseli, se njerëzit në akuzë nuk do të kandidojnë. A do të jetë në gjendje që PDK-ja në zgjedhjet e ardhshme pa Shukribujen të gjejë një kandidat që do ta sfidonte kryetarin aktual të Lipjanit, njëri të fuqishëm Imre Ahmeti dhe partinë e tij, e cila u pa edhe në 27 vjetorin e themelimit të Degës, se është parti e konsoliduar mirë. Realisht dëshira e kryetarit Degës nuk është për të kandiduar për kryetar komune, ka pretendime tjera, këtë rast kanë pretendime tjera, po kjo ka qenë vullneti i kryesisë, është vullneti i antarësisë dhe edhe pse jam shumë i vetëdijshëm se do të sakrifikoj në këtë rast, do të pranoj një sakrifizë dhe një sfidë bukur të tronë, do të jenë 4 vite nëse do të marr votën e qytetarëve shumë sfidues dhe tepër me përgjegjësi, sepse e njoh mirë udhëheqjen e komunës dhe përgjegjësitë që ka kryetari i komunës dhe puna që duhet bërë. Ndryshon puna e ministrit, e kryeministrit, e deputetit me kryetarin e komunës. Kryetari i komunës është drejt për drejt me qytetarin, nuk mund të neglizhoj punë drejt për drejt që ka me qytetarin, përveç investimeve dhe edhe punë më të thjeshta janë drejt për drejt e kryetarit. Dhe është një sfidë shumë e madhe. Po në rast se nuk pranohet kandidimi apo për një arsye apo tjetër, nuk do të jetë arsyeja për atë akuzën e ngritur, po do të jetë më shumë çështje e vlerësimeve nëse zoti Buja apo ndonjë kandidat tjetër mund të jetë i mundshëm për të fituar zgjedhjet, atëherë unë do të lirohem, do të jem shumë më lehshëm me veprim politik dhe nuk jam varur nga kandidimet, nga postet politike për të vepruar politikisht. Deri në vitin 2007 unë nuk kam pas asnjë post politik, po kam vepruar politikisht dhe kjo nuk më varet nga kandidimet, a do të jem aktiv në politika apo jo. A mundet PDK-ja me i fitu zgjedhjen e Lipjan, mund të jem i gabuar, po përshtypja ime është se cili do nga anëtarët e Partisë Demokratike që është në kryesinë e Partisë Demokratike të kandidohet për kryetar, e ka shumë të lehtë me i fitu zgjedhjet me kundër kandidatit Imre Ahmeti. Nëse do të jetë ndonjë kandidat tjetër, atëherë duhet ta mendoj. Po
po me Imre Ahmetin, me këto polici që janë bën komun, e ka shumë atlet. Partia Demokratike vepron si strukturë, nuk vepron si individ, dhe si strukturë është e shtrime në gjithë komunën, ka struktura mjaft të organizuara mirë, do të forcohen edhe më shumë. Kemi prurje të reja që nuk po i propagandojmë shumë, do ta kemi një takim që do të shihet se ku është forca jonë me njerëzit që votojnë për herë të parë për Partinë Demokratike dhe janë njerëz që votojnë për herë të parë në votime në Kosovë, thotë që janë rreth 503 në komunën e Lipjanit që do t'i bashkohen Partisë Demokratike dhe këtu do të shihet edhe forca e Partisë Demokratike. Se sa është e konsoliduar me LDK-ja me një tubim, po e marrin shembull të pas luftës, Partia Demokratike krijonte përshtypjen se është partia më e madhe në Kosovë sepse në tubimet publike merrnin pjesë shumë njerëz. Duhet ta kemi parasysh se është në pushtet zoti Imre Ahmeti, shumë njerëz shkojnë për të parë në atë subjekt politik, për të parë sepse mund të ketë pasojë nga pushteti dhe shumë njerëz lëvizin shumë nga një parti në parti tjetër. Unë e kam përcjell atë tubim në një restoran në cilën është mbajtaj të flitet për 3-4 mijë persona dhe është pak e hiperbolizuar kjo çështje, po pavarësisht kësaj dihet që në Lipjan PDK-ja dhe edhe pas 6 muajve që ka fituar kryetari Ahmeti me koalicion, PDK-ja prap ka dalë fituese, pavarësisht që ka qenë në pushtet LDK. Dhe në zgjedhjet parlamentare kemi dalë madje me vota shumë më shumë se sa në zgjedhjet lokale kemi dalë fituese në Lipjan. Dhe kjo bën që Partia Demokratike të ndijë një komoditet, po gjithsesi do të veproj që të mos jetë e befasuar siç ndodhi aksidentalisht në vitin 2013. Dhe vuja, faleminderit që ishi pjesë e intervistës së gazetës Ylpiana Press. Faleminderit për juve, përshëndetje për gjithë lexuesit dhe përsërisit e Ylpiana Pressit dhe besoj që do të kemi një bashkëpunim të mirë në takim. Ju faleminderit. Faleminderit.